Влегувањето во 2026 година на Тетовци им донеси нов ценовник за приклучување на станови на водовод и канализација. Одлуката беше донесена на последната седница на Општинскиот совет. Директорот на јавното комунално предпријатие Шари ја оправда одлуката со тоа што досега за приклучување на водовод и канализација становите плаќале исто како и индивидуалните куќи, додека со новиот ценовник сопствениците на станови ќе треба да плаќаат за секој стан одделно и секој стан ќе има сопствен водомер. Nëse një qytetar për një shtëpi ka paguajtur për ujë dhe kanalizim diku te 800-900 euro, një ndërtesë ka paguajtur vetëm për kyçjen e ujësjelljes 1500 euro dhe 1500 euro ka paguajtur për kanalizim që i ka ardhur diku te 3000 euro. Do duhet të paguajnë për secilën banesë veçme, si paguhet për shtëpi individuale, do duhet edhe për banesat, por do duhet të paguajnë edhe një taksë e cila do të vendohet aty edhe një ujmatës kontrolluese dhe para atë do të duhet të paguajnë. Pasi Tetova ka qenë qyteti i vetëm që nuk e ka pasur këtë çmimore, të gjithë qytetet tjera e kanë këtë çmimore, vetëm Tetova ka qenë anashkaluar te kjo pjesë. Опозицијата во Општинскиот совет ја смета одлуката за неправедна, бидејќи според нив градот нема ниту доволно вода за пиење, ниту пак таа е со соодветен квалитет. Ata kanë në vitin 2026 kanë planifikuar vendosjen e mbi 9000 orë matësve të ujit në Tetov. Vendosja e orë matësve të ujit në Tetov është e papranueshme për ne, përderisa qytetarët nuk kanë ujë të pishëm. Jemi në një situatë absurde, po matën dhe do të faturohen qytetarët për një shërbim që realisht mungon. Para çdo aparati, komuna duhet të sigurojë furnizim të vazhdueshëm dhe cilësor me ujë, pa ujë ormacit janë vetëm një barë shtesë për qytetarët dhe një dështim i qartë i pushtetit lokal. Општина Тетово најави дека ќе изгради нов водоводен систем, додека градоначалникот Билјал Касами досега ниту го демантираше, ниту го потврди тоа дека планира да го даде водоснабдувањето под концесија.